Sipas informacioneve zyrtare të sektorit të punëve të brendshme në Tetov, vitin e kaluar në autostradën Gostivar-Tetov kanë ndodhur 9 aksidente të shkaktuara nga prania e qenve ndacak. Në një rast, rrugën automjetit ja ka ndërprer një arrush. Aksidentet e shkaktuara kanë ardhur si pasojë mungesës së rrethojave përgjatë autostradës. Kjo konfirmohet edhe nga policia, nga ku vëren se hapësirat e caktuara përgjatë autostradës nuk kanë as pak rrethoja mbrojtëse mes autostradës edhe fushës. Në disa lokalitete, praktikisht rrethojat nuk ekzistojnë. Ka edhe raste ku rrethojat janë shumë të dëmtuara dhe lëvizja e kafshëve është e kalueshme, thot zëdhënësi Marian Josifovski. Shumica e aksidenteve të shkaktuara nga prania e kafshëve në sipërfaqen rrugore ka ndodhur pikërisht në orët e natës, ku lëvizja e tyre është vështirë të hetohet. Fakti që e gëzon policinë është se nuk ka pasur viktima në njerëz apo persona me lëndime trupore më serioze gjatë aksidenteve të tilla. Pasojat ndërlidhen me dëme materiale. Por një fatkeqësi tjetër paraqitet fakti se shumica e kafshëve të aksidentuara kanë ngordhur në vend ngjarje. Nga dëshmitë e dhëna në polici, drejtuesit e automjeteve të aksidentuara kryesisht janë ankuar se nuk i kanë vërejtur kafshët dhe se nuk kanë pasur hapësirë dhe kohë për t'u shmangur fatkeqësisë. Kjo sidomos gjatë orëve të natës ku aksidentet bëhen të paevitueshme. Ky trend të je negativ për sigurinë dhe qarkullimin në komunikacion për fat të keq që vjen edhe këtë vit. Pa u mbushur ende ti muaj, tashmë janë regjistruar 2 aksidente të kësaj natyre. Rastet e tilla qartë dhe pahamendje nxisin nevojën për të ndërmarrë hapa konkrete në tekalimin e kësaj situate, respektivisht intervenimin e nevojshëm në sanimin e rrethojave, aty ku nuk ka as pak të vendoset rrjeti i ri, ndërsa aty ku vërehen dëmtime të ndërhyjet në sanimin e tyre, thot zëdhënësi Josifovski, i cili apelin e bën në vigjilie të periudhës kur pritet frekuentimi dhe shtimi i qarkullimit të automjeteve përgjatë autostradës së Gostivar-Tetov, sidomos gjatë stinës verore dhe sezonit turistik.